Kryeministri Kristian Mickoski ka akuzuar se partia politike e Majta ka nxjerrë kandidat për kryetar komune në Tetov, Gostivar dhe Strug, me qëllim që t'i përçaj votat kundër BDI-s dhe me këtë ta shpëtoj Ali Ahmetin nga disfata që e pret në tetor. Thelbi i këtyre zgjedhjeve, siç tha Mickoski, është mposhtja e BDI-s dhe heqja e saj nga skena politike. Nimnata cel koordinira na ESO Političkата partija Demokratska Unija za integracija. Qëllimi i tyre është i koordinuar me Partinë Bashkimi Demokratik për Integrim që të vijë deri në përçarjen dhe shtresimin e votave kundër BDI-s në ato komuna, pasi BDI kupton se në ato komuna nuk mund të fitojë dhe kupton se do të jetë mposhtur në këto zgjedhje, gjëgjësisht do të ketë numër shumë të vogël të parëndësishëm të kryetarëve të komunave dhe aleati i vetëm i cili për momentin përpiqet të hedhë gomë shpëtimi është pikërisht partia politike e Majta, tha kryeministri Kristian Mickoski. Nga BDI mohojnë bashkëpunimin me partinë e Dimitar Apasievit, ndërsa akuzojnë Mickoskin se dëshiron të bëjë asimilim politik të shqiptarëve. Kurfar bashkëpunimi nuk mund të ketë mes BDI-s dhe Levicës, por e vërteta qëndron, vetëm analizojeni. Çdo herë VMRO DPMNE-ja ka pasur kandidat, tani s'ka kandidat. A e parashtroni pyetjen pse nuk ka kandidat nga radhët e VMRO-s, ndërsa zotëri Mickoski i ka kandidatët e tij. Ai ka imponuar kandidatët e tij në Vlenë se kush do të dalë për kryetar komune në Vlenë. Ai ka përcaktuar se kush do të dalë kandidat i pavarur, në mënyrë që të ndodhë asimilimi politik i shqiptarëve e që ai të vazhdoj edhe më tutje me revizionizëm të drejtave kolektive të shqiptarëve, u shpreh Arbër Ademi nga BDI. Ndaj deklaratës së Mickoskit kanë reaguar edhe nga Dega e të Majtës në Gostivar, të cilët theksojnë se kandidatura e tyre nuk është për ta shpëtuar BDI-n, por për të ofruar alternativë të vërtetë, të pavarur nga elitat e vjetra të korruptuara.